Fjala sot. Errësirë. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është errësirë. Errësira gjithmonë është e frikshme dhe njerëzit i druhen asaj. Të gjithë pothuajse kemi në mendjen tonë idenë se në errësirë ndodhin të gjitha gjërat e këqija dhe kemi sajuar shumë mënyra për ta larguar atë. Nuk mendoj se ka ndonjë nga ju që nuk ka në shtëpi elektrik dore apo qirinj që i mbajmë si një mask paraprake nëse dritat përfiken apo nëse na duhet të dalim natën. Por në programin e sotëm do të flasim për një tjetër lloj errësire që është shumë herë më e rrezikshme se ajo fizike. Ne ju inkurajojmë të qëndroni me ne për të mësuar më shumë për këtë dhe për të marrë sa më shpejt jetë e mundur masat paraprake për ta larguar atë një herë e përgjithmonë. Më kujtohet shumë vite më parë, ndoshta 15-20 vite më parë, kur shkova pranë një lumi në një zonë rurale, natën, dhe vendosa të kaloja pak kohë duke dëgjuar zhurmën e ujit që rrjedhte. Fika makinën dhe qëndrova pranë bregut të lumit në errësirë, duke dëgjuar i përqendruar. Pasi kaloi pak kohë, në vend që të ndihesha i çlodhur, sikur u tensionova më shumë. Unë jam rritur në një qytet ku kishte gjithmonë drita. Drita nga rrugët dhe drita nga ndërtesat, dhe ishte e pazakontë për mua të isha në një vend ku ishte pothuajse errësirë plot dhe nuk kishte asnjë dritë që të shikoja çfarë kisha rreth e rrotull. Kjo është një gjë e pazakontë. Ndoshta shumë nga ju janë rritur në zona rurale ku nuk ka shumë drita dhe nuk ndihen rehat kur është errësirë. Gjithsesi, teksti që do të shohim sot nuk flet për dritën fizike, por për dritën frymërore, errësirën frymërore. Flet për faktin e të qenit larg Perëndis, të mos paturit njohuri për Perëndin dhe kundërshtimin e tij. Për këtë errësirë flitet tek Gjoni, Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë. Është një nga pasazhet e mia të preferuara dhe flet për ardhjen e Jezusit në botë si dritë nga Perëndia. Aty thuhet: në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndis dhe fjala ishte Perëndi. Ai, fjala, ishte në fillim me Perëndin. Kështu me fjalë tjera, Jezusi këtu quhet fjala. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, fjala. Dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita shkëlqen në errësirë, dhe errësira nuk e kuptoi. Që një njeri i dërguar nga Perëndia, emri i tij ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar për dritën që të gjithë të besonin nëpërmjet tij. Ai nuk ishte drita, por u dërgua për të dëshmuar për dritën. Ai, fjala, ishte drita e vërtet që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Dhe tani nga vargu 10, duke ju referuar Jezusit, thuhet: ai, fjala, ishte në botë dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu. Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, por janë lindur nga Perëndia. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, plot hir e të vërtet. Kështu, ndërsa flasim për temën e errësirës, bëhet shumë e qartë se Jezusi qëllimisht u dërgua në këtë botë, nga që këtu ka errësirë frymërore, e cila është e pranishme për shkak të mëkatit. Kjo errësirë mund të marrë disa forma të ndryshme dhe e shfaq veten e saj në mënyra të ndryshme. Për shembull, është errësira e mosmarrveshjeve. Në vargu 11 na thuhet se edhe vetë Jezusi u prek nga këto mosmarrveshje. Vargu thot: ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan. Thjesht imagjinoni se çmarrëzi është
kur mendon se ai është krijuesi i kësaj bote, e ka populluar atë me krijesa që i do dhe derdh bekime mbi ne dhe përsëri njerëzit largohen prej tij dhe rrinë errësirë. Çmarrëzi është kur mendon se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindur, të merrte trajt njerëzore në mish, në mënyrë që të lidhej me njerëzit e t'i ndihmonte ata, dhe përsëri, në vend që ta pranojnë, njerëzit e refuzojnë atë, duke krijuar mosmarrveshje dhe grindje me Jezusin. A mund ta imagjinoni këtë? Dëgjoni, problemi ishte se Jezusi ishte aq i përsosur, saqë nxori në pah gjithë mëkatet e njerëzve rreth tij. Kjo është një nga arsyet se pse njerëzit që ishin kapur fort pas praktikave të tyre fetare, individët që mendonin se mund bëheshin të drejtë me Perëndin duke u përpjekur ta fitonin vetë jetën e përjetshme, këta pra kishin probleme me Jezusin, i cili vazhdonte të nxirrte në shesh hipokrizinë e tyre. Jezusi mirëpriti dhe fali të gjithë ata që ishin mëkatarë dhe kishin bërë shumë gabime, dhe nuk i dënoi ata. Kjo ishte arsyeja pse shumë njerëz patën reagime të ndryshme dhe mosmarrveshje me Jezusin. E gjitha kjo kishte të bënte dhe ishte pjesë e errësirës mëkatare. Pra, ka njerëz që u pëlqen errësira. Ka dhe një lloj tjetër errësire në fakt me të cilën ne duhet merremi. Dhe kjo është arsyeja pse Jezusi erdhi në këtë tokë, dhe kjo është errësira e pështjellimit frymëror apo konfuzionit frymëror. Njerëzit që nuk e kuptojnë vullnetin e Perëndisë dhe nuk i shohin qëllimet e tij, përjetojnë këtë lloj errësire, dhe kjo përmendet në vargun 5 që thotë: "Dhe drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi." Ky pështjellim mund të marrë disa forma të ndryshme. Për shembull, pse ka kaq shumë fe të ndryshme në botë sot? Perëndia i krijoi njerëzit me nevojën e brendshme për të adhuruar diçka, me nevojën e brendshme për të shprehur anën e tyre frymërore, dhe nëse ne refuzojmë të pranojmë krijuesin, Perëndin e vërtet, kjo predispozit e brendshme e krijuar për të adhuruar do të shprehet në një mënyrë tjetër dhe besimi ynë do të vendoset tek diçka tjetër, pra kur nuk njohim krijuesin. Dhe kështu, njerëzimi dhe natyra e tij mëkatare ka sajuar çdo lloj perëndie dhe çdo lloj feje në vend që të pranojë dhe të njohë të vetmin dhe të vërtetin. Diçka e tillë është përmendur tek Letra e Romakëve kapitulli i parë, ku thuhet që në vend që t'i shërbenin dhe të adhuronin krijuesin, njeriu i shërbeu dhe adhuroi krijesën. Dhe kështu një formë e adhurimit të rrem është adhurimi i objekteve, adhurimi i universit material, në vend të adhurimit të Perëndisë që krijoi materialin, që krijoi gjithçka. Ka dhe një shenjë tjetër të pështjellimit në botën tonë sot, dhe ky është quajtur sinkronizëm. Sinkronizëm do të thotë shkrirje e gjërave së bashku, një bashkim i detyruar i gjërave që nuk shkojnë bashkë. Në Amerikën e Veriut, sot përdoret një nga ato ngjitëset në makinë që shkruan bashk existence, dhe në anglisht çdo shkronjë e kësaj fjale është një simbol i sajuar i feve të ndryshme nga e gjithë bota. Shumë njerëz mendojnë se kjo është një fjalë shumë intelektuale dhe ata thonë: "O po, të gjitha fetë kërkojnë të mirën dhe të gjitha fetë kanë një lloj Zoti. Kështu, ne duhet jemi mendje hapur dhe t'i mbështesim të gjitha ato." Në fakt kjo tregon mungesën e jashtëzakonshme të njohurive nga ana e tyre, ignorancën e tyre, le ta themi. Këta njerëz në arrogancën e tyre supozojnë se dinë më shumë, por në realitet këto fe kundërshtojnë njëra tjetrën, dhe nëse këta individ do të dinin diçka për këto fe, ata do të kuptonin shumë shpejt se ato nuk përputhen në asgjë dhe janë si ujë dhe vaj që nuk përzihen bashkë. Disa nga këto fe nuk e pranojnë një perëndi personal. Përkundrazi, thonë se ekzistojnë vetëm forca të papërcaktuara. Të tjera nga këto fe thonë se ju duhet ta ftoni vetë në mënyrë që ta fitoni vetë një mënyrë për të arritur një nivel të lumturisë qiellore. Fe të tjera thonë se është një dhuratë. Pra siç e shihni, ka një kontradikt të thellë. Dikush ka të drejtë e dikush e ka gabim, dhe shumë herë njerëzit kanë frikë të thonë ti e ke gabim, dhe të thonë këtë
me dashuri. Unë do të them se shumë njerëz janë absolutisht gabim. Ekziston vetëm një burim i së vërtetës, dhe ky burim është Bibla. Ka vetëm një Perëndi, dhe ky është Perëndia i portretizuar, i përshkruar në shkrim. Ka vetëm një Mesi, vetëm një rrugë për shpengim dhe shpëtim, dhe ajo rrugë është përmes Jezu Krishtit. Ju mund të mësoni gjithë këto ide fetare të ndryshme, të errta, dhe nuk do të arrini kurrë tek e vërteta. Siç e them shpesh, ka vetëm një mënyrë shpëtimi, dhe kjo është përmes Jezu Krishtit. Dhe kjo mënyrë është në dispozicion të gjithë njerëzve. Këtu nuk ka dyshime, nuk ka fanatizëm, nuk ka armiqësi. Është një dhuratë e hapur për të gjithë njerëzit. Të gjithë janë të ftuar të vijnë. Është njësoj si të thuash që nëse ju do të dëshironi të shkonit në shtëpinë tuaj dhe jeni shumë larg shtëpisë, ka vetëm një rrugë që ju çon drejt e në shtëpi. Ju nuk mund të shkoni në lindje perëndim, veri dhe jug për të shkuar në shtëpi, por duhet të shkoni në drejtim të shtëpisë. Në të njëjtën mënyrë, shkrimi na mëson shumë qartë që Jezu Krishti është drita e botës. Ai ndriçon rrugën drejt jetës së përjetshme dhe drejt Perëndisë, dhe ju nuk mund të gjeni asnjë burim tjetër drite. Dhe kështu, si rezultat i kësaj errësire dhe përshtjellimi, shumë njerëz nuk kanë shpresë apo qëllim në jetën e tyre. Pikërisht ky është thelbi i kapitullit parë të Gjonit. Jezusi erdhi për të fashitur errësirën. Përgjigjja për armiqsinë midis njerëzve apo armiqsinë kundrejt Perëndisë dhe përgjigjja për përshtjellimin frymëror gjendet në lavdinë e Jezu Krishtit, që është shkëlqimi i tij, drita e tij. Lavdia e Krishtit gjendet në faktin që ai erdhi për të na shpenguar ne përmes vuajtjeve dhe vdekjes së tij. Është një dhuratë falas nga Perëndia. Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë Perëndisë. Kjo është ajo që unë dëshiroj për ju. Unë dëshiroj që ju të pranoni Jezu Krishtin, ta vini besimin tuaj tek ai, që kështu të bëheni fëmijët e Perëndisë. Është diçka shumë e bukur të jesh në paqe me Perëndin, të kesh dritë në shtegun tënd dhe qëllim në jetën tënde. Kjo është ajo që Jezusi sjell. Ai është drita e botës. Ai ju sjell kuptim, domethënie, gëzim dhe paqe. Ai dëshiron që ju t'i keni këto. Nuk ka përse të jeni të paditur dhe të jetoni në errësirë dhe frikë. Ju mund të keni dritën e Krishtit dhe të keni shpëtimin në emrin e Jezusit. Miq të programit ton, ne lutemi që ju ta keni kuptuar se ekziston vetëm një dritë që mund ta largojë errësirën tuaj frymërore. Lutemi që fjalët e këtij programi të kenë zgjuar brenda jush dëshirën për të njohur më nga afër dhe në mënyrë më personale ato që vërtet mund të ndriçojë jetën tuaj, duke ju sjellë gëzim dhe paqe në zemër. Jezus Krishtin. Për të mësuar më shumë për këtë, dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.